Thot njëri në një pyetje, thot, kjo fetvaja jote, thot, do ta dëgjojmë tani, është keq kuptuar, ka nevojë për sqarim, ta dëgjojmë fetvan. Fëmia që vdes me abort dhe fëmia që vdes pas lindjes. Të dy i marrin prindërit për në xhenet. Zoti do ju thotë këtyre fëmijëve që futën në xhenet se s'ka llogari për ju. Dhe ato nuk shkojnë për në xhenet, ku ju thotë Zoti, por shkojnë kapen tek prindërit e tyre. Derisa ti marrin prindërit me veten në xhenet. Ndërsa ajo nën që aborton ringjallet bashkë me fëmijën që ka abortuar dhe e tërheq fëmija për zorësh në xhenet. Pra e ka sigur xhenet. Kjo është kuptimi, se ti për shkak si e tërheq për zorësh, i kupton zorët, ja, për qëllimin që e ka sigur xhenet. Dikush thot, ti këtu ke thonë aborti, po nuk bëhet fjalë këtu për abortin e bërë vetë qëllimisht. Pyetja ka qenë, fëmia i abortuar natyrshëm, pra nga Zoti, a e merr prindin në xhenet si fëmia i vogël? Po. Ndërsa aborti i bërë me qëllim nga nëna nuk e merr fëmin në xhenet. Përkundër e nën do të dënohet. Përveç se nëse pendohet, u penduaj, o tha o Zot më fal, kom bërë gjinof, u pendu me saj dhe Allahut, inshallah e kap. I pranohet pendimi. Pra, ajo që ne kemi thënë bëhet fjalë për abortet e natyrshme, për abortet që bëhen prej Allahut. Ama abortet e bëra nga njeriu, e bën abort edhe ta tërheqin në xhenet. Se i puna atij që tha, po të vras ty, tha, dhe ti shko dëshmor. E kur shkosh ti dëshmor, tha, merr dhe mua në xhenet, se dëshmori ka drejt me tërheq 72. Ky quhet ekuacioni i djallit, ekuacioni i shejtanit. S'ka gjë, nëse i ka bo abortet dhe më vonë bëhet muslimane, fshihet çdo gjë. Inshallah. Po, ndërmjetëson fëmia për të.